Përshëndetje nxënës të klasës së 6. Do të njihemi sot me një njësi mësimore e cila titullohet Detyra për intervalet kohore. Ne në orën e kaluar pam se si maten intervalet kohore, kurse gjatë këtij prezantimi do të marrim disa shembuj me të cilët do të tregojmë ose do të ushtrojmë se si gjenden intervalet kohore. Të marrim shembullin 1. Njësoj intervalin kohor në orë dhe minuta ndërmjet këtyre kohëve të kaluara në të njëjtën ditë. Në prej ora 15:30 minuta deri në ora 18:45 minuta. Dhe në B, prej ora 5:20 minuta deri në ora 9:00. Me thënë duhet të gjejmë intervalin kohor, ose sa kohë ka kaluar prej 15:30 minuta deri në 18:45 minuta dhe në B prej 5:20 minuta deri në ora 9. Të shohim fillim në A. Për të njësuar sa kohë ka kaluar prej ora 15:30 minuta deri në ora 18:45 minuta, ne duhet që të zbresim nga ora 18:45 minuta 15:30 minuta. Dhe do të del se ajo është e barabartë me 3 orë e 15 minuta. Që do të thotë intervali kohor nga 15:30 minuta deri në 18:45 minuta është 3 orë e 15 minuta. Në B. Për të gjetë intervalin kohor nga 5:20 deri në ora 9, ne duhet që të zbresim 9 minus 5 orë 5:20 minuta. Dhe për të zbritur ma lehtë, pasi kemi këtu 0 minuta, këtu kemi 20 minuta, atëherë orën 9 do ta shkruajmë si 8:60 minuta. Dhe kur do të zbresim 5:20 minuta, do të del 3 orë e 20 minuta. Që do të thot intervali kohor nga ora 5:20 minuta deri në ora 9 është 3 orë e 20 minuta. Kalojmë në shembullin tjetër. Sa kohë ka kaluar prej në A. 19 ditën e hënë deri në ora 14 ditën e martë. Do të thonë duhet ta gjejmë sa kohë ka kaluar prej ora 19 ditës së hënë, që është 19 pasdite, ditën e hënë deri në ora 14 po ashtu pasdite të ditës së martë. Dhe në B, prej ora 3:30 minuta pasdite ditën e mërkurë deri në ora 5:45 minuta paradite ditën e enjte. Të shohim në zgjidhje. Në A, nga ora 19 deri në ora 24 të po të njëjtës ditë ka 5 orë. Thanë të ditës së hënë ka 5 orë. Nga ora 24 ose 00 mesnatë deri në ora 12 mesditës së ditës së martë ka gjithsej 12 orë. Dhe nga ora 12 deri në ora 14 të ditës së martë ka 2 orë. Kur do t'i mbledhim 5 orë plus 12 orë plus 2 orë, do të na dalin 19 orë. Dhe do të konstatojmë se prej ora 19 ditën e hënë deri në ora 14 ditën e martë ka gjithsej 19 orë. Në B, kemi sa kohë ka kaluar prej 3:30 minuta pas ditën e mërkurë deri në 5:45 minuta para ditën e enjte. Do të shkruajmë nga ora 3:30 minuta pas dite deri në ora 4 pas dite ka 30 minuta. Me thënë njëherë i bëjmë me minuta. Nga ora 4 pas dite të mërkurën deri në ora 12 në mesnatë, po ashtu të mërkurën, do të thënë kur ndahen dita e mërkurë dhe enjtja, ka 8 orë. Nga ora 12 në mesnatë deri në ora 5 të mëngjesit të ditës së enjte ka 5 orë. Dhe nga ora 5 e enjte deri ora 5:45 po ditën e enjte ka 45 minuta.
Me thonë duhet t'i mbledhim 8 orë plus 5 orë, 30 minuta plus 25 minuta. 8 orë plus 5 orë bëjnë 13 orë. 30 minuta plus 25 minuta bëjnë 75 minuta, që kur shndrohet 75 minuta në orë, i bie që të ketë 1 orë e 15 minuta. Këtë 1 orë e 15 minuta duhet të ashtojmë 13 orë. Do me thënë 13 orë plus 1 orë bëjnë 14 orë dhe 15 minuta. Do me thënë gjithsej intervali kohor prej 30 minuta pas ditën e mërkur deri në 5:45 minuta para ditën e njëjtë ka 14 orë e 15 minuta. Të kalojmë tani në shembullin tjetër. Cakto sa do të jetë koha në çdo njërin prej rasteve. Përgjigjen jepen në 12 orë dhe 24 orë. Në A, 1 orë e 30 minuta pas orës 3:30 minuta. Në B, 2 orë e 15 minuta para orës 14:25 minuta. Në zgjidhje do të kemi. Në A, kemi 1 orë e 30 minuta, pasi thot pas, duhet që ta mbledhim me 3 orë e 30 minuta dhe do të delë se do tjetë ora 5. Do me thënë 1 orë e 30 minuta pas orës 3:30 minuta do tjetë ora 5. Ose ora do tjetë 5 në 12 orë dhe 17 në qoftë se shkrojmë në 24 orë. Në B, 2 orë e 15 minuta para orës 14:25 minuta. Me thënë këtu duhet nga ora 14:25 minuta të zbresim 2 orë e 15 minuta, ku do të na dalë se ora do të jetë 12:10 minuta. 12:10 minuta do të shkruhet në 12 orë, dërsa në 24 orë te mund të shkruajmë 00:10 minuta. Kalojmë në shembullin tjetër. Nëna e artës duhet të përgatis ushqim. Për atë duhet 3 orë e 20 minuta. Do me thënë, për të përgatit ushqimin nënës e artës, i duhet 3 orë e 20 minuta. Ajo filloi të përgatis ushqimin në 10:45 minuta para dite. Në sa ora ushqimi do të jetë gati. Këtu kemi në ora 10:45 minuta, ajo fillon të përgatit ushqimin. Nëse ja shtojmë zgjatjen e kohës së përgatitjes së ushqimit që ishte 3 orë 20 minuta, atëherë do të kemi. Nga ora 10:45 minuta, kur di shtojmë 3 orë 20 minuta që i duheshte për të përgatitur ushqimin, do të del ora 13:65 minuta. Mirë po këtu 65 minuta ka më tepër se 1 orë. Me thënë ka 1 orë 5 minuta, 65 minuta ka 1 orë 5 minuta. Atëherë kemi se ushqimi do të jetë gati në ora 14:05 minuta, ose në ora 2:05 minuta pas dite, ose shkruar në 12 orë. Kjo ishte e gjitha që përgatitëm për ushtrimet lidhje me intervalet kohore. Mësimin në libër mund të gjeni në faqe 153, ku për ushtrime mund të merrni detyrat 5 dhe 6, gjithmonë duke i patur parasysh këto që u thanë më lart në prezentim. Unë ju dëshiroj suksese dhe ju uroj shëndet. Mirupafshim në prezentimet tjera.